Nderuara media, nderuara gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, në të cilën mbledhje trajtuan disa çështje raport me përgjegjësitë e kryesisë së Kuvendit. Së pari u dakorduam që ta mbajmë seancën solemne me rastin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, kjo seancë do të mbahet në datën 5 në orën 10 dhe përveç krerëve të shtetit do të flasin edhe përfaqësues nga grupet parlamentare. Diskutuam edhe për zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ndonse anëtarët e kryesisë kërkuan më shumë informacione për procesin e deritanishëm, prandaj këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e ardhshme të kryesisë së Kuvendit. Trajtuam edhe disa kërkesa që ndërlidhen me projektin për parandalim të vetvrasjes, që është një nismë qytetare. U dakorduam që t'i takojmë nismëtarët që të flasim për këtë çështje dhe për qëllimin e kësaj nisme. Gjithashtu edhe disa kërkesa të natyrës administrative i trajtuam si kryesi e Kuvendit. Sigurisht që të gjithë ju jeni të interesuar raport me çështjen që e kemi përpara, që ndërlidhet me zgjedhjen e presidentit apo presidentes së Republikës së Kosovës. Më lejoni që t'i adresoj disa çështje për këtë temë, që vlerësoj që janë të rëndësishme, edhe për shkak të kërkesave të shumta drejtuar në kabinetin tim raport me të njëjtën. Pra, kryesia e Kuvendit nuk mund të veprojë pa pasur kandidatë të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra, kërkohet që të jenë 2 kandidatë, por lejohet që të jenë edhe 3 apo 4 kandidatë, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet të ketë nga 30 nënshkrime. Por një deputet nuk mund të japë nënshkrimin për 2 kandidatë, pra vetëm për një kandidat. Zgjedhja e presidentit pra është një moment i rëndësishëm, prandaj si kryetari i Kuvendit konsideroj që procesi i zgjedhjes këtij apo saj duhet të reflektojë përgjegjësi, maturi dhe mbi të gjitha frym bashkëpunimi. Pas konstituimit të Kuvendit, por po ashtu edhe votimit qeverisë re, vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe për përqendrim të plotë tek prioritetet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Pra nuk është koha as për përplasje, as për kërkesa të paralizueshme që e largojnë procesin nga thelbi i tij. Kushtetuta dhe gjykimi i gjykatës kërkon 80 vota në kuti për 2 raundet. Pra për raundin e tretë dhe të dytë, ndërsa për raundin e realisht janë 3 raunde, raundi i pari, 2 dhe i 3, por në raundin e 3 mund t'i kemi vetëm 61 vota për. Pra, ne është e rëndësishme që t'i kalojmë 2 raundet e para me nga 80 vota në kuti, ndërsa raundi i fundit apo raundi i 3 mjaftojnë që t'i kemi 61 vota për. Kjo do të thotë se fryma e saj është qartësisht frymë konsensusi. Asnjë palë vetme nuk mund ta bëj. Prandaj duhen diskutime të sinqerta me kërkesa të arritshme dhe jo barikada të patekalueshme. Si kryetari i Kuvendit mirëpres diskutime dhe takimet që kanë nisur ndërmjet partive politike. Mbështes po ashtu çdo përpjekje serioze për dialog konstruktiv në sfide politike me qëllim gjetjen e një kandidature që bashkon. Kemi shumë punë përpara, qytetarët presin rezultate, reforma, por dhe stabilitet, zvarritja e proceseve apo futja e vendit në një cikël të ri zgjedhor do të ishte një kosto e panevojshme politike, por po ashtu edhe institucionale. Pra edhe një herë që të rikthehem tek çështja, ne jemi pyetur se pse kryesia e Kuvendit nuk po vepron në thirrjen e seancës për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Ne si kryesia e Kuvendit nuk mund të veprojmë për sa kohë nuk kemi nominime, pra kandidatë të cilët i kanë nga 30 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në momentin kur ne do t'i kemi, do të mblidhet komisioni për licitacion, do t'i trajtoj
të njëjtat dhe pastaj do të ketë seancë për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Një kart më poshtë në grupi parlamentar i vetëvendosjes të inkurajoj që të merrni qëndrime nga vetëvendosja sot flas pas mbledhjes kryesisë si kryetare e kuvendit. Reagjio e tha që nuk duhet të ketë kërkesat e paralizueshme. I bie që po i kundërpërgjigjen në një farë forme, po ndërkohë secila thotë që duhet ta propozojë kandidatin për president ky subjekt politik në një marrëveshje të mundur. A pajtoheni me këtë? Unë, sikurse edhe ju bashkë, i kemi parë qëndrimet e partive politike në vitin e kaluar. Pra, qëndrimet të cilat më shumë bllokojnë se sa japin zgjidhje, e din, domethënë, rezultatin që e prodhojnë. Prandaj, pa paragjykim për qëndrimet e partive politike, siç keni parë, qëllimi ka qenë që ta kemi një figurë që merr mbështetje nga ana e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe që siguron 80 vota në kuti. I dim po ashtu dhe përgjigjet pra e palëve në këtë drejtim. Unë nuk po paragjykoj qëndrimet e subjekteve politike, vetëm për mua qëndrimet të cilat bllokojnë nuk janë të mirëzoardhura. Asnjëra prej subjekteve politike mendoj që nuk duhet t'i thotë dikujt që është vetëm kandidati im partijak, mi siguro të nënshkrimet e ma siguro dhe votën Kuvend të Republikës. Pra mendoj që nuk është në rregull që të mos dihet as emri, por siguroni nënshkrimet dhe votën në Kuvend të Republikës Kosovës. Mendoj që secila prej partive politike, pa paragjykim, duhet t'i braktisin qëndrimet e tilla, le të bëhemi bashkë, le të mendojmë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për interesat e Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë përpara. Vetëm situatat e vitit kaluar mendoj që nuk ka nevojë që të na përsëriten. Unë nuk mund të ndërhyj në diskutimet që partitë politike i bëjnë. Sipas informacioneve që ne i kemi, sot do të ketë një takim tjetër pas pak. Pra ndërmjet kryetarit dhe kryeministrit Albin Kurtit dhe në anën tjetër kryetarit të LDK zotit Lumir Abdigjiku. Le të shohim se cilat do të jenë, si më thënë, qëndrimet pas këtij takimi. Në vetëvendosje ka pasur diskutime. Nuk janë përmendur emra të përveçëm, përveç se ato që ka përmendur publikisht kryeministri Kurti. E rëndësishme edhe një herë është që të kemi parasysh secila prej partive politike që blokadat nuk na prodhojnë as të mirë, as për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për interesin tonë si shtet. Është e rëndësishme pra që i kemi 80 vota në kuti në 2 raundet e para dhe në të tretin mjafton me 61. Le të jenë të gjitha palët konstruktiv, pra pa propozime apo pa tendenca për të bllokuar zgjedhjen e presidentit. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Pra, kërkesa që duhet jenë 80 vota është ndërlidhur me këtë. Pra, sepse gjykata kushtetuese i ka detyruar deputetët që të jenë nivelin e përgjegjësisë së tyre, pra të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Kuptim pa të veçë me vrasjen e presidentit, Pacolli është presidenti. Por, kjo është përsëritur edhe në aktgjykime tjera në lidhje me konstituimin e Kuvendit, që deputetët duhet jenë aty dhe të votojnë. Prandaj, kërkesa që 80 vota duhet jenë kuti, pavarësisht për kundër apo abstenim në 2 raundet e para, ndërlidhet me këtë, që detyrimi i deputetëve që të jenë në sallë dhe të votojnë. Ju lutem që ti shihni aktgjykimet dhe ta shihni se gjithë deputetët e kanë për obligim që të jenë në sallë. Edhe një herë, njësoj si gazetarit më herët, ju ftoj që për qëndrimet e vetëvendosjes, për emra të përveçëm, për çështje që ndërlidhen me atë që ka thënë kryeministri Kurti, e gjeni grupin parlamentar një kat më poshtë. Unë fola shumë këtu, më shumë për përgjegjësinë që ka Kuvendi i Republikës së Kosovës. Mund të mos jetë lehtë as për ju, as për mua, por edhe mund duhet ta respektoj detyrën time. Do ndodh sa më parë. Informacionet tona janë që sot do të vendoset në këtë drejtim. Si kryetare e Kuvendit e përshëndes keqen e masave të padrejta, ndonse me vonesë, por natyrisht e përshëndesim si veprim apo si vendim. A ka pyetje? Nëse propozon emri juaj, ne e gatshme të marrë. Jam kryetare e Kuvendit, falenderoj deputetët për mbështetjen, as nuk është përmendur, as nuk do të përmendet. Faleminderit shumë.